Unë kisha dash tani që ka dole ta prezantoj mysafirën për ditën e sotme. Ju e paralajmëruam qysh në fillim të emisionit Reload, Parta Kelmendin. Edhe që të tregoj disa fjalë t'ju them për Partën, po para se me përmend Partën, fal, rreq se po ta ngatrej ka pak, po Muhameti nga ka shkru prej Vjenës edhe po thot, i ka thonë, ke vini pse nuk erdhe? Te unë se jam në Vjenë. Mëre, Muhamet. Ke vini s'ko vakt, 5-6 ora dhe ka ka qëndru shkurt. Kur jemi dik Parta Kelmendi, regjisore nga Prishtina, ajo që ka diplomu në regji filmin në Universitetin e Prishtinës dhe ka mbi 2 dekada përvojnë në televizion dhe media. Njihet për filmin dokumentar Dasma dhe për filmin e shkurtër Lindja nuk pyet, i cili u shpërblyej me çmimin filmi më i mirë shqiptar në TIFF. Gjatë karrierës së saj ka realizuar dokumentar dhe filma të shkurtër, ndërsa Era është filmi i saj i parë artistik i metrazhit të gjatë, të cilin duheni me patjetër me shku me shiku, e keni në kinema. Era është filmi që ajo ka krijuar një dramë që trajton kujtesën kolektive, përvojat e brezit të viteve 90 në Kosovë dhe mënyrën se si e kaluara formson identitetin individual shoqëror. Filmi Era është prezantuar në festivalin e filmit në Brooklyn, domethënë në Amerikë, dhe në disa festivale të tjera evropiane ku ka marrë vlerësime pozitive për regjinë dhe interpretimin e aktorëve, në mes tyre edhe Zana Berisha, e cila është shpallë si aktoreja më e mirë në Brooklyn Film Festival. Në intervistat e saj, Parta Kelmendi ka theksuar se synon t'i jap zë një gjenerate që ka jetuar në një kohë të pa kohë. Si une dhe të tjerë që e ftojmë Partën dhe mirë se na vjen në emisionin Reload, që shka mirë e ornat lutëm. Nuk po dohen, apëshë mediat. Atje media, këtu media me arë, po kësaj radhe me folë për Partën, për punën e saj, karrierën, edhe ki marrë një profesion të cilin, adin ka njerë thënë, apua, adin kështë gjëna, regjisore filmi, një gjë e cila vlerësohet në përbot shumë, e po shpresoj që tani jetutje, se po ndryshon koha, do t'jetë një vlerësim tjetër edhe për regjisorët, edhe për ju në këtë rast si regjisore filmi, një vlerësim ashtu si që duhet dinjitas në krejt botën si ashtë. Shqyqja, a mirë me qenë regjisore, filmi, pjesë plus e medjave. Po, kur e donë diçka, mande është mirë. Kur nuk e donë me punu diçka është shumë vështirë, se mande gjithë çka bëhet shumë më e vështirë. Kështu që kjo profesion shumë i rëndë, nuk është i lehtë, të shkojnë vite jetës tonë të punu në të. Duhesh me akushtu një kohë shumë të rëndësishme, një periudhë gjatë. Pa e dashtë është shumë vështirë me punu. Që e para është dashnia, pastaj gjithmonë dashnia. Shumë ma lehtë. Vjen prej familjes që gjithmonë nga qenë me media, edhe televizionin 21 aty bashkë me radion. Kështu që si fëmijë, ata kanë imponu pak prind, ajo se gjithmonë si fëmijë si merë fëmijët në punë. Po, jo, gjatë viteve të 90 ata kanë punu gjatë këtë kohës, në shpreh, kështu që nështë mu ka imponu, nuk e di, po jo gazetaria direkt, po si di, nështë aja ka nisë me pëlqy tregimet për shkak tyne që gjatë këtë kohës jënë marrë me tregimet njerëzve me përcjell lajme në asoj kohë edhe qështu ja ka nisë edhe mu me pëlqy pak tregimet edhe me ja nisë me... Kështu, kur ke qenë prezente, dhe më thonë, për studiat e televizionit aty, sigurisht, veç se e rritë në atë periud, po plasim prej vitin 99 të tutje, kështu, mirë po, a ke pas ide për, nëse nuk kështë qenë regjisore filmi, si e sëtë, qka kështë mujtë me qenë tjetër? Po nuk e di, unë kom punu shumë në televizion, kom punu në regji të programeve televiziveve, programeve artistike, dokumentarve, filma shkurt kom bu, kështu që dika që tu garanti shka kom pra. Do me thonë, s'kish mujt me dalë prej kornizave të... Pa, është pak fështirë, është pak fështirë, se nuk e di, më pëlqen, jetoj me to, jo mësu me jetu kështu që është pjesë e jetës teme. Na edhe bota. Po. Filmi në Kosovë, filmi në për botë. Se ke pas rast këshëtit, ke taku edhe regjisor filmash, do më dhënë
niveleve të me bugjete multimilionshë. Që shenë ndjenë ato momente? Për deri sa keni bisedu? Po, a din qysh na jena veni vogël që jena të po filma shumë të mirë. Kështu që kena po menoj fate dhe kena punu shumë, se nuk është veç çështje fate. Me bugjetet cilat na punojmë në regjisore madh evropiane ose botënor as nuk ish fillu me punu. A i bugjet që ju punoni jashtë është për hamburgera, ndështë? Për shembull, me siguri është veç për hamburgera. Kështu që është pak vështira, vëden, po na nështë që si kena mundësit, jopim ma shumë edhe jena nështë ma kreativ. Kështu që qëto sene ka të mirën e të keqën e vetë. Nështë na bjen në jarë me punu edhe me bugjete ma të mdoja, Inshallah së të mbelovën. A thush ka njerë, valla unë e tut nëse më s'pe hupi vetën, një bugjet i balë, zdi njeri që ka bënë, qysh? A den qysh, këtu edhe ky si film edhe na si film për neve na duken si bugjete shumë të mdoja, po këtu janë vitet punës edhe me qindra njerëz punojnë gjatë atyne viteve në film. Kështu që paguhon njerëz, nuk o që s'kish ka bënë ma të pare, gjithmonë kiku i sënë. Gjithmonë shpërndohet edhe kanë adresën e tyre. Ke bo film për vitet e 90-ta. Unë e tregova qysh në fillim se kesh e pash filmin. Po, edhe bravo për punën. Edhe nuk e dia, Latina, a është marrë me tregu që më ka rrjedh loti? Jo. Kështu që kom pasat ndjenjë, për shkak se kom përjetu. Po e di, na e na rritë bëllëm me një mahal që atë kemi qenë. Edhe ato momenti kanë qenë, dhe më thonë që më kanë këthy në kohë. Se na po habitemi ka pak, që po na duket që veç kemi orë në këtë botë edhe që shto ka qenë gjithmonë, po që jo. Filmi më ka këthy shumë rapa. Kështu që pse vendose këtyre viteve, se s'po di sakt kur e ke fillu gjirimin, skenari kur është shkru, po sigurisht po flasim për një periudhë gjatë. Po. Edhe kështu që pse vendose pikërisht këtë temë me prek? Po thamë, une e kom pas nevojën personale për me reflektu për qatë ku janë arrit shumë çuditshëm. Po menoj tash piksoj perspektive, janë arrit çuditshëm dhe atëre e kena jetu, si të mos na kemi qenë tris, kemi ditë shumë. Edhe kom pas nevojë me reflektu që jena formu, pse jam që si njeri qëfar jam sot, pse rreti jam është qështu, pse shoqënia jonë është qështu. Edhe kom reflektu edhe kom lexu ditarët e me, atë bilem ditare, kom po... Ki pas të shkrum ditarë. Po, kom pas të shkrum ditarë. Bilem atë kuptova që e pa të haru se detaj, për para, kur kemi dojnë na si fëmi në për mahal limenka, i thëshën atë, dikush e ka pas një limen, kretë mahala e ka pisha atë limenka. Tash do më thonë, hinë market se cili, le që e merë ka një. Po ka 2-3 edhe ankohet, dhe të s'po bëlqen asjona. Ja e kena ndo krejt, kështu që ka pas një farë dashnija, atëherë që sot është haru, është si është duk. Kemi qenë ma të kujdesshëm për njën e tjetret, nështë që e frika na ka bu me qenë ma... Si di, e kena haru pak dashnin që duhet me pas për njën e tjetret. Edhe që tha një langë kemi pi krejt, edhe atër s'ka pas kësi pecetat lakta. Jo, atë jo. Atë tash do më thonë ka të ecin, veç pëshrien, s'po di, është ma ndryshe, ajrja, natyra, s'po di. Paj, gjithë shka ma ndryshe sot. Po nuk është ma keqë shumë ma mirë, po veç pak me dasht ma shumë. Edhe me qenë është ta pak ma të përshtatshëm me jetën reale, se po kryohet pak një farë që e përmenda edhe pecetat e lakta e këto, po kryohet diçka që jo mëse ban këta, mëse ban ata, po na kemi bo, kemi kalu në për to, jemi shumë shqyqyrë. Po, jemi. Po, qëre, se tash për na vinë edhe shumë informata, për para s'kena pas informata. Shumë informata që plëtsene nështë a kena bu gabim në atë ko, tash të po vetëdisojme, kjo nuk o kesh, kjo o mirë që po vetëdisojme. Po, kështu që është mirë mu vetëdisu sa ma shumë edhe... Print, media, tu e ditë sakt qysh ka tek, sa kushtan, qysh filmi, e di që e ke afërditën producente të filmit, edhe kur lype me realizu, që këja më duket ka jop një budget, edhe print që ka thënë, se normalisht gjithmonë për fëmijën, është ajo që me e bo, toke qilë me i bo bashkë, po në këtë rast për një film, për një kosto shumë të lartë dhe të madhe.
Po, unë kom studiu regji të filmet, kështu që kom punu në filmat shkurtë, në dokumentare, edhe ka ardhur shky moment kur kom pas nevojë me punu me tregu që tregem për film gjatë. Pastaj kom apliku në qendrën kinematografike, kom marrë buxhetin, gjithashtu edhe në Maqedoni. Dëna me të pyet, më falë se më ndërprej, a ke apliku ma shpesh, a veç një herë? Jo, një herë ma herët kom apliku, edhe kjo ka qenë hera e dytë. Hera e dytë. Po se di që kërkëja shpesh shumë regjisor aplikojnë, jo zbotë si vjetë, jo vitin e ashëm, jo... Po filme me njëherë nuk mundet më bu, jo është problem, se une e kom fitu në 2017. Dhe më thonë shumë herët që dashtë. Kështu që i kam vytë ko gjatë do vjetë, ju njëherë s'ka pas bugjet, ju gjithmonë ka ndodhe do probleme politike, ju në kontu ndru qeverit, ju diçka, kështu që është ty. Ta kanë aprovu, po parët si janë kërka? Po që ashtë të shkanë, se nuk mund është me njëherë me dojnë në gjirem, është proces i gjatë i punët. Proces të realizimit? Të bëm pengesa nëse je i gatshëm për me hy me njëherë në gjirem edhe nuk i kisha atë bugjet. Po në që se halo si je i gatshëm të e pret kur për me mujtë me fillu me gjiru. është pak problematike se ka shumë ekip krejt dolin në teren gjatë që ati muje kur ka me u gjiru, ka 12 orë në teren, kështu që nuk është punë e lehtë, edhe mos me pas buxhet është hala ma vështirë. Kemi edhe fotografi, do më thonë të razë, këtu është një dialog shumë i mirë, me tash nëse më imi quj qiftin, se këta pak edhe qift, edhe s'po du me tregu që ka ndonë, se shikus pa tjetër që duhet me shku në kinema me pa filmin. Të kthehemi se te prind prapë se kuptova. Jo, s'jën tut. Jo, nuk jën tut. S'ka pas. Jo, ata vetë si natyri unë konë gjithmonë njerës që kanë raskirat shumë, që kanë marë detyra edhe punë të mëdhaja, kështu që mu natyrshëm ka ardhë edhe aty nësë ju ka duk ku me ditë qka, kështu që... Po, është e komplikume shumë, gjatë rrugës e kom kuptu sa është e komplikume. Jo që se kom ditë, po e kom përjetu faktikisht sa është e komplikume, po jam shumë falenderuse edhe për vështirësit edhe për krejtë, se njëri but ma i fort, të mëson ma shumë, kështu që... A ka rjedhë gjithë shka që shduhet, a ka posa si momente... Jo, së rjedhë kur gjithë shka që shduhet. Se të vjenë me kajtë, me thonë, o, zotë me qa më deshtë. A ka posë se filmi është definitivisht një punë shumë e komplikume. Nuk vjenë gjithmonë që ashtu që ki menu, se anë gjithmonë kime posë probleme në t'i shka. Po, është okej. Duhet mu balafaqu gjatë rrugës me problemet, unë e mendoj që nuk është mirë mja pru problemet alo pa janis vetës, se mandena nuk janis hesh. Kështu që gjatë rrugës jë më balafaqu me problemet, i kom të i kalu edhe fatmirësisht u kry gjithë shka edhe publiku për pretë shumë mirë, shumë... Aktorët mirë të përfshirë, a ka qenë problem me i siguru në një aspekt që me qenë pjesë e kastit? Po, jo, aktorët, na kena aktorë shumë të mirë edhe e kemi faten që i kemi aktorë shumë të mirë. Kur e kanë lezu skenaren, ju ka pëlqy skenare edhe kanë qenë të gatshëm me bashkëpunu. Për mu ka qenë fati madhë për me bashkëpunu me kitë këta emna shumë të mdhejtë kinematografisë tonë. Kështu që është vish ndere dhe knasi. Fjallë të gjyshës, dhe më dhonë ka bo me qeshë. Atërëm pak edhe gjyshës të Këto pikërisht dhe shtë të pyt, a ki marë, a ki mbjedh material, dhe më dhonë prej. Se shumë e përshkru me një farloj realiteti, jo trillimet cilat ndoshta si kena përjetu. Po, janë fjallë të gjyshës teme, ajo ka qenë pipejës, që i ko pak pejën s'ke, ata të pejës të gjujnë e mërë vesë për mas një 2-3 ditëve. Edhe gjithë shka është diqysh si me rëth martesës. Po, gjithmonë, si do mos, abeten për vojzat, jo dhe për djemë pësa dhe djemë të kam pas presion mu martu herët, kështë që. Për ndryshën film, shikus tonë të adin që bët fjallë periuda në vite 90-a dhe aje pjesa me e vështirë kër është dash me lëshu Kosovën. Për shka ku ushtrisë, që i kanë pas ftesa për ushtri, kanë marë, edhe ajo ke pikë e ndjeshme. Për me realizu, për me bëjt gjirimet, se skenari shkruhet në regull në letër shqiten. Tash me dalë në teren.
Prishtina, për shembull, ka ndryshuar shumë. Edhe krejt Kosova. Sa ke problem për ty me vendos vendet e xhirimit, me pas një pamje të njëjtë si viteve 90-ta. Qysh mujtë këto me përmbledhë dhe me realizu? Ka qenë vështirë, të na fshatrat janë ndërtu komplet, edhe qytetet, po edhe fshatrat, se fshatrat që kanë qenë tjegon. Kështu që për eksterior kemi pas problem fshatra, po i kemi gjithë fshatin Hade këtu, ajo ka me u gërmu për shkak që myret, është fshat që shëndrën që mërë. Kështu që nuk jam prek shtëpiat, nuk ka pas shtëpiat ndërtume, edhe kemi gjithë që ato. Mande kemi gjithë një shtëpi shumë të mirë me një katon, e cila ka qenë e paprikun prej asaj kohë. E kemi pas fatin që e kemi gjithë këtë shtëpi. Në Prishtinë ka qenë ma problem. Vishkere në Prishtinë. Ai problemi kryesor. Po i kemi gjithë të lokacione ma në periferi të qytetet që nuk janë prek shumë. Edhe e kemi gjithë kurizën e kom picked up të kështu për feministe. Po, edhe plus kurizën e kinë zonë pa renovume. Po, e kom zonë, po, fatë mirë se është, po menaj fatë mirë se është për mua. Po, për me pas ato skina të... Edhe, po menoj mirë, nuk ka qenë letë se sidomos që ato skina që do është aty me i gjiru, do është me hekere, ka qenë bajagi problem. Po, mirë, e kemi zgjidh edhe atë problem. Pe zbut shumë, se e di që nuk është ka shelet. Po nuk është ka shelet, po që tash që ashtu krya, jo, edhe publiku me pëllqen, po, kështu që nuk po do asë me menu, për shtërësit. Edhe është njerës për rrëth se të flasim pak, është edhe çështja që diskutohet, ka marrë për shembull thonë bre që KK ka do për film për shembull 100.000, 200.000, 300.000 euro ku e di unë, edhe ne kalkulojmë pak e kena atë stilin me buk, sa killa buk i blin me 200.000 euro. Po sa njerëz a ki bën ndonjë në fund për qetësohesh, kryet gjithçka shkon mirë, edhe a ki bën ndonjë kalkulim sa persona janë të përfshirë kështu në komplet filmin. Prej atij personi ndoshta që është do ka pas përsi për një detajt vogël me lëviz prej aty, prej pikës sa më bë. Po, jo, nuk e kom numre në sakt personave që janë të përfshim, po e di që janë të përfshim shumë. Po menaj, adin, gjdo detaj, gjdo njëre në set është shumë i rëndësishëm, si do mësë në set. Kër i ki ftoft aty edhe jetu punu, me nëzipret dikush me ta pru një qaj të nëzit. Kështu që edhe aj persone që ta bjen një qaj të nëzit, ka shumë rëndësi, është pjesë e ekipet, e mon nivelin e atmosferës, e të disponimit të aktorit, regjisorit, të tjerve. Kështu që ka shumë njerës që shumë meq që na kam përkra, shumë ekip, shumë njerë që kam punu në këtë film, po thëmë, një 200 veta në është ta bashkë me statista minimumit që kanë qenë pjesë. Për shkak buxhetit dvogël, a ka pas vullnetar, a ka pas njerë që kanë thonë, hajtë bre se po e bojmë një film që meriton Kosova? Kur punon kësi filma, gjatë, ka punë shumë, dhe nuk është fera as me i kërku dikujt me qenë vullnetar. Se nuk është punë në ditë dy edhe shkën shpe. është punë dush 12 orë me dole në gjirem. Sa ditë ka zgjatë? 28 ditë kemi pas gjirem. Në dy pjesë kemi do, se na u ka dasht edhe dimri edhe pranvera e hershme, kështu që 2 javë në dhjetor të 21-tës e kemi gjiru, edhe 2 javë në prill të 22-tës. Kështu që, po menoj, ka shpenzime, se gjithë shka duhet mu punu, edhe ato vetura që janë punu duhet mu punu. E vetura një me, patët problemi gjithë? Shumë shtiri kemi gjithë. Se janë të asaj kohë. Po, i kemi gjithë gjithë ka, nuk e di, kemi thirë njerë, i kemi gjithë merë jep, kemi gjithë njerë që kemi digju që majnë, ase si piskuawera që janë. Veturat e vjetra u preshën në set, u duke marrë mjeshtëri me rrugullu, kështu që së dhesë, u duke me shty. Filmin e ki dërgu edhe në disa festivale, një për i tyre në Brooklyn, në Amerika tje që e përmendëm, po ashtu edhe pjesa tjetër në normalisht festivalet tjera të cilat
gjithmonë filmi paraprakisht edhe dërgohet. Tash, çysh ka qenë vlerësimi, çysh ka qenë se është një skenar i veçantë. Edhe nuk është asgjë e trilluar, është realitet. Kështu që cilat kanë qenë ato bisedat me njerëz pjesëmarrës në këto festivale? Mu vjen kaq shumë që s'ko mujt me qenë në Brooklyn, kur ka qenë premiera e filmet, se në qatë periudhë ambasada zën rajon update Tirat shenë sistemen për aplikem, kështu që s'mujta me apliku viza del ke masi që vishu shfaqke filme. Kështu që nuk mujta me shku, po ka qenë zona, Berisha atje. Filmin e kam prit shumë mirë, kom pas edhe gjirimen që i kom po për me ditë pak që po mendoj njerë, se ka pas kritika shumë të mira edhe prej festivalet. Kështu që mirë, filme po komunikon shumë mirë me publikun, jam shumë e lumë tonë. Edhe sigurisht ki planet për me qenë edhe shtetet tjera me filmin? Po, tash filme në për festivale zakonisht e ka jetën nja 2 vjetë. Po, kështu që i ka metë edhe një vetë e gjysë ku mundet me apliku edhe ku shfaqet në për festivale. Ndërkohë do të vazhdojmë me shfaq këtu, Cineplex këtu, provojmë me që edhe në Pej edhe në Gjakov. Kemi disa interesime, mandi puna lypen, mandi të shkojmë Shkup edhe në Tiranë, Shkupën 10 orë, në Tiranë mas vitit 3 dikur, edhe po ka kërkesa edhe për Evropë, kështu që ta shuhem që shkojmë me që edhe në Evropë. Unë mendoj që një film i tillë duhet patjetër me u shpërnda, se sidomos tematikën që e ka të përfshirën ta, edhe ata që janë sa mi bjen, 35 plus, kështu diçka ata e kanë më vonë memorien e të kaluarës. Çka tutje? Pa i tash jam të shkru diçka, jam të shkru diçka të re, ta shuhem, po më pëlqen që jam të shkru që kom fillu me shkru, po është proces i gjatë, kështu që shumë herët me full për çka do, ta shuhem. Tash jenë këtë botë, do më thonë edhe nuk është njerit nuk i dihet, ndronë profesione, gjana, po prapë se prapë gjithmonë nisemi prej të kaluarës në për shkafit i kemi kushtu kohë. A shë vetën që ose ne si Kosovë, në përgjithësi, a kena mundësina me qenë pjesë e këtyre platformave si Netflix, ose gjana tjera, edhe filmi shqip me qenë prezent me u pa në kritë botën. Besoj që mundët me qenë, ka pas filma cilë kanë qenë Netflix, ka qenë filme ismet si Arinës Netflix, po ka qenë për ne pjesë rajonet në Evropë. Po, që kanë ata procedura për caktë? Po menoj, adin qysh, këto platformat i kanë politikat e veta, edhe kanë, edhe i shikojnë, marrin filma ma shumë cilët kanë shikueshmëri ma të madhe. Na si shqiptarë nuk kemi shikueshmëri shumë të madhe globalisht. Për shembull, filmat turq që ishin shumë mirë në Netflix, njëjtë edhe filmat e ndose, popujt që kanë popullsi shumë të madhe. Kështu që na do të provojmë me dërgu, edhe me komuniku edhe me Netflix edhe me platforma tjera, po hala nuk kemi mri ato në erë. A ka mundësi me bo ndonjë koproduksion me këto kompanitë e mëdha botërore, domethënë që bojnë realizimin e filmave si Hollywoodit ose nëse edhe Bollywood, edhe Indi me shku? Why not, mirë. Me miliard njerëz. Jo, ata edhe kanë kinematografi. Bollywoodi kanë kinematografi shumë zhvillume. Ata e kanë për popullin e vetë, për shijen e popullit vetë, po ata kanë kapacitet me bu filma shumë të mirë. Edhe kanë industri të filmet. Kështu që se jo edhe me Bollywoodi shkon interesant në i temë të qka. Pakten me muzikën ishin për shtat, ha? Dishka kësimbo, kombinime ashtu. Jo, edhe jo, ka shumë, po menoj, India është dhe shumë interesant, nuk kom qenë veç, edhe dalimi i shtresës ngritën me stresën në ollë, ka dalime shumë të mëdha, mandi ka popullsi, atje e përnë edhe filme, në shta ma lirë se statistat mund është me marrë për para, pra të këtësisht. Ati i ki ata që bërë vullnetar, ha? Po, fatë këtësisht, po. E unë kësha dash tash për shkak përvojës tonë, ndashta me këshilu regjisorët në ardhje. Regjisorët, kuptuami. Ata që dojnë me studiu, ose janë në studime të
regjisë filmit, kështu që çka kështu me I këshillu? Një rrugtim që ti ke kalu? Po, është këshilla pak vështirë me jo, se gjithmonë varet edhe pi persone e çfarë është persone. So e dëm për persone krejt këtë punë. Nuk o punë e vështirë, nëse se donë mos nisët esh. Mos u kap andeja. Po. Se filmat e shkurt prap I bën ma kollaj. Po filmi I gjatë lyp shumë kohë, shumë për kushtem. E maltreton edhe familjen, edhe rrethin, edhe krejt. Edhe më halla ta shëshirë. Krejt traumatizohen, kështu se... Po, ma ndi, kur kalon gjithçka edhe nëse gjithçka kalon mirë edhe ase atëre, po menoj, inshallah ja vlen edhe familja, çka ka përjetu veç. E ta bojnë halal, si po, që ta pëta. E bojnë halal. Tash, pjesa e filmit në Kosovë na e diskutuam edhe pak ma herët, po a shohim Kosovën në një nivel milionësht filmave të realizuar? Apo punon shtetin këtë? Jo, na jena shtet shumë I vogël edhe buxheti e na kena të vogël. Se ai buxheti formohet për taksave qytetarëve, na jena shtet I vogël, I varfën, s'po du me thonë, po I vogël. E që rajoni? Rajoni kam buxhete pak ma të mëdhaja. Shqipëria më duket ka ma pak buxhet se na. Macedonia e ka ma të madh. Për Serbinë mos të folëm, ata gjithmonë kanë pas buxhet për filma, cilët I kanë njop. Kështu që ka buxhet, nuk ka edhe rrit buxheti edhe te na. Po prap është I vogël. Është I vogël si buxhet për me bo film të madh. Ne jemi të punu art houses filma. Edhe po punojmë shumë mirë, se po shihen edhe po pëlqehen. Kështu që jo mirë me punu. Pa marrë parasysh buxhetin, është mirë me punu. Tash po vjen edhe një botë këtë tjetër me një farë artificial intelligence. Po me kjo AI deshta me të pyet që shpeshe se tash po vjen puna që veç me bu një skenar dhe u kry filmin. Ja dërgan AI-t aty sistemit edhe nuk është ashtu, jo, nuk është ashtu, jo, nuk është ashtu. Zbohet ashtu, s'ka nuk shans. zbohet, është e pa mundën se ai, për shembull që GPT-ja të shkruan ty material, po ti pa e këshyrë që atë material, pa punu ekstra në që atë material. Unë punoj për vete me qatë GPT-n për shumë sene, për ideja, për mi trajtu, për analiza ti bën mirë. Po, mi alon dorë krejt robotit, halon nuk është qash I zhvillum, në është antardmën, nuk e di, se shumë shpejt gjithë shka po zhvillohet, po... Qka e pashtë si problem, gjithmonë kanë egzistu figurat, duke njësë edhe prej regjisoreve, po sidomos të aktorë, të kemi pas si figura, si emra, kemi pas që mi pa në për intervista e kështu me radhë, tash I bjen që AI ka me kriju persona artificial, të cilët duken si njerëz, por nuk ekzistojnë. Çka po mbetet na, çka me lakmu ose me pëlqy? Jo, unë menoj ndryshe, unë stut na për teknologjisë, unë menoj që na duhet me shfrytzu teknologjinë për interesat tona dhe për me ndreq jetën tonë. Kjo është njëjtë si para sovjeteve kur ka dol kere për herë të parë. Këti ka ka panika, ata është me kere, kuajt ku mese. Kështu që nuk ka, veç duhet më adaptu edhe me qëtë teknologji edhe me jetu me to edhe me këshur shka po përfitojmë na për teknologjisë, mos me na marrë jetën ajo neve, mos me na kontrolu jetën. Ma ndi besoj që senet vish ma mirë kanë me qenë, nuk besoj që kanë me qenë maketë se që kanë qenë. Këto si vegla ndimse, një farë forme. Po që ashtu është, se po menaj, plot sene që ti si gazetari ki sot nuk I ki pas para 20-30 vjetëve, ajo nuk është që ty të bën gazetar ma të kesh, po të ndimon ty për mi kry punë të tuja ma shpejt. Kështu që ka me në ndimu për me kry punë ma shpejt. Po prap njëre për mu e ka vendin e veçon. Që s'mundet bashkë mu zavencu letë? Nuk mundet mu. Unë e mendoj që nuk mundet mu zavencu letë, se njerës e bin edhe energjin. Inteligenca artificiale s'mundet me pru energji. Për ato dhe ka artificiale? Po. Kështu që energjia për mua është shumë sen I rëndësishëm, se energjia e kryon në sen, si di, komunikon me filmin, me punën e vetë, e jep energjinë e vetë persone. Kështu që është shumë e rëndësi me punu me njerëz, dhe besoj që tash kjo është vish një farë faze shumë
një farë panike globale, po unë s'po panikoj. Unë jam mirë, po ja. Po menoj që ka me qenë ma mirë, nuk po du me po që ashtu, nuk po du me po. Në ardhën fund, po nuk bën pa të pytë, media të Kosovë. Po. Qysh pishe, qka po she, qka po ndodh, zhvillimi, krejta ja. Po. Mediat në Kosovë në menoj që krymë punë shumë të madhe. Mediat në Kosovë e kanë zhvillu këtë vend, kanë punu shumë, edhe shqyqyr që i keme, edhe mendoj që mediat në Kosovë janë të erujt demokracinë e këti vendi, edhe kanë me vazhdu me rujt, po është në farë halakome momentalisht, jo vishte na është globalisht gjithë kanë botë, edhe mendoj që vish duhet pak na si njerëz me ditë me seleksionu çka po shohem, çka po përcjellem, se nuk është vetëm te media tash, është edhe te rrjetet sociale, të ma shumë informacionin e merr prej rrjeteve sociale se sa. Këto të fytyra i kemi. Aty funksionojnë algoritmet, se mediat si televizion ti vetë zgjedh cilin kanal po don me kse. Kështu që algoritmet vinë vetë edhe ti buhësh pjesë që aty në algoritmeve. Une shumë provoj mi ik algoritmeve dhe mi andryshu algoritmet këtë kohës rrjeteve sociale. Po, se nuk munësh me po sene tjera në që se koncentruash vish në ne. Do me thonë ka shumë informacion është e nësë kena mu mësu që është me seleksionu krejt që të informacion. Na kur jena rrit ka qenë një televizion 2-3 kanale të RTS-et edhe qaq. Do me thonë tash është sa ma shumë ma mirë. Unë e menoj sa ma shumë ma mirë. Ishte knatësi, Porta. Të fala familjes atje. Edhe normalisht shpresoj që takohemi prap për projekte tjera, filmat cilët i meriton edhe vendi, po normalisht e meriton edhe ti me pas materiale dhe bagazh për këtë kohë që ja ki kushtu regjist filmit dhe kështu në radhë. Faleminderit, shumë faleminderit për ftesën dhe shpresoj që jo me së shpejtë. Inshallah jo mas ku me ditë të vjetër pra. Smenojmë shumë lanë, smenojmë shumë lanë. Skenari është u shkru. Po, është u shkru. Ta shojmë tash në shta shkojnë mas shpejtë senet, mas i filmi dytë. Ishim me Portën, era, në Cineplex, shkoni shikojni, dhe më dhonë, duhet pa tjetër me po, dhe sidomos me shku me familje, se duhet me po. Gjyshi, gjyshja, baba, nona, fmit, dvezlit, krejt, me dit një histori në